Pas breshërit që ka rënë në ditën e djeshme në komunën e Istogut edhe fshatrave për rreth, dëme të mëdha janë shkaktuar edhe këtu në fshatin Kovrag, saktësisht në shtëpinë apo në familjen e Skënder Dragajt. Skënder Dragajt, shumicën e ngjini si këngëtar, folklorist edhe rapsod i mirënjohur i komunës së Istogut. Përveç veprimtarisë e tij me muzikën, ai tashme kultivon edhe shumë pemë tjera, siç që është molla, arrat edhe kumbullat. Skëndës dje ju ka bu një dëm shumë i madh. Skënda tha nuk e keni përjetu as vetë, se ka qenë sikur në gjendje lufte. Skënd, përshëndetje edhe mirë dita. Përshëndetje, faleminderit Radio Fontanës, edhe ju faleminderit që keni ardhur na vizitu. Unë Skënder Dragaj, si s'prezentuva te edhe me muzikë, edhe mësos dhe që tash pensioner, po këtu në konvent pesh që mardhju merë me pemë, kom marak në pemë, i kom të kultivu me mollat, arra, dardha, kumla. Ma shumë të deri tash kom pas arra, dikun ja 400-500 trupa, kurse para 3 vjete i kom mjella dhe 500 kumla. Unë i kam 66 vjetë, kësit merri nuk kom pa kur. Ka ra për para breshen, po ka ra dyqysh na ka dëmtu pemëte, na ka dëmtu. Po tash, edhe tu ka na pishe që ka i ka bon. Qyri pëmë, veç këshyre njerë pëmën që i ka bon. Si kalon kun flet? As një flet nuk e ka. Unë po i shkova dhe i këshyra në vene tjera, dhe njëne ka bon dam. Po si këtu që ka bon dam... Qështu asun s'pas na po? Kum vizitu plot fermer dje e sot, qështu nuk pas na po kërkun. Keti ka shkatru. Qëre, me bo kështu për shembull, trupin e pems, me qëru krejt. Krejt. Me qëru, qëre, qështu nuk pas na po kur. Skënd, a ki mujt me pre llogarit për shembull sot është domi që të ka bo, apo a ka pështu diçka për gjitha këtyne kulturave që i kim bjellë? Na kena pështu veç njerës, dëm s'kena, kem dom edhe në kere. E pova 2 veturat i kish bolla. Nusës djallit ju ka prish veç kere, ju ka dëmtu krejt. Mu pak Mercedes edhe ato dë stopa edhe ato. Po, o janë bo kështë adomet mo. Po tjetër sen, me bashe, me pem, tash kimi po krejt, arrat që shi ka bon, kumlat që shi ka bon. Tash unë me vlerësu, nuk di isha me vlerësu, veç një dom i madh është bon, i ka shkatru gjitha, po më duket që mo këtu nuk përmesuan heq, këtu veç kanë morë fun. Se qash është bresh një ronë. Jo tash në bazë të fotografive të pemëve... Po dojmë shku që anej se po dojmë mi vizitu, me po edhe veturat që i ka dëmtu, edhe arrat, edhe kumllat, edhe gjitha. Mirë Skënd, e pova dhe shpinë. Ta kish qiru fasadën krejt. Krejt e ka qiru. A kon dikush për institucioneve komunale, ekipet e vlerësimit, se e di që ja ka njësë sot me dalë në teren, që është një shtab emergjent që ka formu kryetari Ferati, edhe i ka qitë në teren për me bo vlerësimin e domeve në për kultura, bujqësore dhe ekonomi familjare. A kon hala kush? Të nasim kon, veç na i kanë quë dë farësi me shkua për me anku dhe ankesa dhe kërkesa me bo, edhe aty shkruan qa duhet me qu, se hala së kon kërkush. Hala së kon kërkush? Jo kërkush. Veç Radio Fontana, kërkush së kon hala. Pesha dhe aty fasadën që shë pas ka qëru, sikur me kon me gjuj dikush me pluma. Me pluma qashto, shumë, kësit merër, unë po thëmë, 66 vjetë i kam bo, ka ra breshen shumë, ka ra gjithësysh, dhe qështu me shkatruhe nuk më pa kur. Edha nina ka herdhane për Kovragani të gjucaj të bëtën kishdome, po qështu si qëtu të one, vetë këshirë në vetë, unë s'po du kur gjanë, s'po du mu kajt aqë shumë, po veç po du me tregu një realitet. Nuk jetë kajt, jetë folë realitet. Për juve që jeni të në ndjek, këtë dëm këtu nuk e ka bu kërkush pos breshnit. Ka ra breshni këtu, e ka thy shtopin e veturës, qërë dhe tash, që kjo është një dëm i një veture. Qëtu janë do kafe që na qiti Skënda, e falenderoj shumë, nuk e di sa po mundet mu vrejt qëtu,
Qëre për shembull, gropat që i ka boshtë. Gropat, a përshë? Krejt gropa. Gropat, qëre ku e ka krisë për shembull këtu gjomin, se diri nëra apo ka mundësi mu po mirë, e ka krisë gjomin, qëre atje që ja ka thy pasqyren, tash e qelim atë derën e garazhës tjetër. Kurse këtu? Nuk e di a vrehet që tu fort. To kërri e djallit. Pe kamerë, Renara mund është mjanë shu blicin. Qëre? Kërri është e ri, krejt e ka bo gropa, që këshërë krejt. Apo vrehet mirë Renar? Qëre ka? Tavoni, që është mi thonë, edhe shinën kryesore këtu, që e ka ja ka dëmtu. Pasqyren. Këtë pjesën përpara, që shithojnë kësaj, komplet, pasqyren anej, këtheja që shtore nërë nashti shihet më mirë, që nuk e di, abeden, unë kom po, që kom po dom, vish që si domi mja bu veturës. S'ken, që shdoj me dalë në qasaj dhe tash. Qëre, për ata, qëre, ku është halo breshni. Qëre, sot më ro, qëre sot më ro, janë qëre. Dhe më thonë tje ka ra në orën 4, janë për mi 26 ose 7 orë që ka ra breshni edhe qëre halo. S'ke ndonë në pibi që saj dhe se qizmi nuk kom. Skend, që do speca i ki pas në bjellën e qëtu, a? Po, këto këm pas bashën, veç për familje, kanë që fëmija me pas... Në qëtë vend që pishohim? Jo, ma nalt, për kur ra breshni, pe atjet i ka prun kote poshtë dhe ka që gati të shpija, atje kreti ka që specat. Ujt? Ujt kret, specat, patlizona kretëse. Unë kam qef fëmija, kanë qef me pas këtu tazë dhe pe i bashës vetë, dhe për ata i mjelli, për që ata i kom mjellë këtu. Skend, që do arra? Po. Peshojmë që ka kanë konë shumë të mija, përshë këtu sa arrat për shambull i pas ka qitë në për tukë. Që kja arë, a këfjellet mo, apo duhet me ndru si trup? Valla mu si ma mërë menja mo këtu që kanë mo këfjell, po duhet me vetë naj agronom, ata i din që me bo. Krejt kjo është për shambull investim që i ki po vetë? Vetë e kom bo. Pa ndim të kërkujt? Kosh veç subvencion se pare të mijat krejt i kom shti, me arra, me kumla, me krejt. Me krejt? Po, Për i kumlav s'pas ka gjo mo heq? Ja, qëta sheshe, kumla. Se s'ja u pas kalon as një fletë në degë s'ja u pas kalon. Që nuk egziston këtë bashkja që u konë. Pej këtë ujtë bashkja dhe atje, nuk egziston. Basta unë apjep në ka pak për veti aty që i ku mjellë, as të një nuk egzistojnë. Heq. A kumlat, veç kumlat këshëri, fotografaj këshëri 500 trupa janë, krejt që shi ka bo, krejt këshërë që shi ka bo. Skend, unë përshë që jo pas ke qitë edhe sistemin pik e krejt. Dga që mi pas ke pa pos. Veç gjna, tonë këtë dëmë për shambull, inshallah del dikush ndim a i ministri kesët në komunën e Istogut, edhe tha se do shohim format qësh dojmë i do ndim, tha bujqve dhe fermerve i Shtokës, po që nuk dha diçka konkrete se atë do t'i kompenzojnë domet apo jo. Unë uraj edhe besoj që dikush me dalë ndim, sepse edhe ti po ka edhe shumë bujq edhe fermer tjerë i Shtokës që ju mbo shumë dëm për shumë. Shumë na ka dëmtu, nuk ka pas kësi breshni kors moj men, për përsërit i shpesh. A këshëre veç farë shëhreti, që i kom punu sa mirë, veç këshëre, kreti kom 500 trupa janë, as të një nuk është të shnush, kreti ka shkatru, kreti ka livëris, kreti që ka bon. Skend, një mesazh për fund. Për fund, kisha juve më falenderu shumë, që një ardhë, se e vetë me Radio Fontana që mirët me gjdo problem të këti venit i Stogut, gjdo problem që kina, ne zhjithni ju, ma të mundësit e juve që kini, ju falenderoj shumë,
e kisha lut edhe qeverin, edhe komunën në tjerë, na japin një ndihmë, jo që është madhe, po një ndihmë diçka, se edhe na jena shpenzu ka gjashëm, po më duket e meritojmë, se edhe na po pagujmë tatime, po pagujmë gjitha, po pagujmë edhe kërkojmë edhe pe tyne, edhe pe shteti, edhe pe tyne me na nimune se pan. Ju falenderoj shumë, jeni të mirë për këtë popull të këtij veni. Faleminderit edhe për te Skend, edhe unë po du me falendru Skenden, edhe më thonë, inshallah do Zoti tash dikush del ndim, edhe inshallah tash e nisin me prodhu për vite tjera, sepse për një meko ka hunë një dëm tepër i madh, edhe që si katastrofe, si kur këtu, që pova, kom po në për krejt i stëka përdin dome shumë të mlajeve, si kur këtu s'pas na po kësi domi kur. Inshallah edhe uroj edhe shpresoj që dikush të pakten edhe Skendës, edhe plot Skendave tjerë, plot bujshve tjerë, të dalë ndim, sepse në ato vende që e ka prek breshri, do më thonë e ka dëmtu 100% kulturën bujqësore. Faleminderit gjithve që na ndashet, edhe mirë pofshim deri në takimin tjetër.